Kishin kultivuar 10 bim narkotike në një parcel në fshatin Zgërdesh dhe po përgatiteshin të kultivonin të tjera. Arrestohen në vendngjarje 2 shtetas. Të dy të arrestuarit ishin me precedent për të njëjtën veprimtari kriminale. Lidhur me këtë rast të sapo publikuar, policia ka bërë me dije se si rezultati një hetimi me metoda proaktive, kryer nga specialistët për hetimin e krimeve të stacionit të policisë Fushkruj, në koordinim me prokurorinë, me qëllim dokumentimin e veprimtarisë kriminale të 2 shtetasve në fushën e narkotikëve, u finalizua operacioni i koduar Kushtet. Gjatë operacionit u kapën në flagrancë në parcelën në fshatin Zgërdesh, ku kishin kultivuar bim të dyshuara narkotike Cannabis sativa dhe u vunë në pranga shtetasit KB, 52 vjeç, dhe AS, 54 vjeç, të 2 banues të Fushkruj. Përveç bimeve të kultivuara, të cilat u azgjesuan nëpërmjet djegjes, u konstatua se përgatiteshin për të kultivuar bim të tjera në këtë terren. Materialet proceduriale ju referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme. Policia apelon për të gjithë qytetarët dhe kryesisht për shtetasit që jetojnë në zona rurale që të denoncojnë menjëherë çdo indicie që kanë për përshtatje të sipërfaqeve të tokave në afërsi të banesave të tyre për kultivim të bimëve narkotike. Bashkëpunimi me policinë është thelbësor për goditjen e këtij fenomeni me pasoja penale dhe sociale.